Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun xhalla shanu e falenderojmë, salat dhe selam ndaj pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që gjendeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kemi folur më herët kur kemi treguar se njeriu është një qenie shumë e rëndësishme, e cila në brendin e tij ngarthen 3 komponente shumë të rëndësishme: komponenti shpirt, komponentin trup dhe komponentin mendje. Folëm për elementin shpirt, për elementin e aftësisë intelektuale dhe edukatës intelektuale. Sot do të folmi pak për elementin fizik dhe edukativo apo moralo-etik të njeriut. Vëllezër, siç Islami është interesuar shumë për anën shpirtërore të njeriut dhe anën intelektuale të tij, edhe anën fizike të tij nuk e ka lënë anësh. Kështu që kërkon prej besimtarëve që të kujdesen për trupin e tyre, të kujdesen për shëndetin e tyre, të kujdesen për pastërtinë e tyre, të kujdesen për çdo gjë që ata i bën të shëndosh, nga fakti se njeriu kur është i shëndosh fizikisht, ai me siguri do të jetë i shëndosh edhe shpirtërisht dhe intelektualisht. Andaj ne kur them më herët se nëse qëllimi i Islamit është përgatitje e njeriu të shëndosh, njeriu të vishëm, njeriu i cili bart përgjegjësi të rënda në jetën e kësaj bote, nga se emaneti i Zotit është shumë i madh dhe mëkamësia me cilën Allahu na ka ngarkuar këtë botë është shumë e rëndë, shumë e vështirë. Andaj kërkon njerëz të përgatitur në forma të ndryshme, në aspektin shpirtëror, në aspektin intelektual, në aspektin fizik, në aspektin moral, etik, që të përgatitur në atë mënyrë që ata të bartin këtë mision. Andaj Islami i ka kushtuar një kujdes të veçantë aspektit trupor apo thonë ndryshe aspektin fizik. Nëse ndalemi pak në Kur'anin famullar, në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, vërejmë se Islami ka ndaluar disa elemente, ka ndaluar disa ushqime për njeriu, ka ndaluar alkoolin, ka ndaluar mishin e derrit, ka ndaluar mishin e coft, pra coftinat, ka ndaluar pirin e gjakut, ka ndaluar elemente të ndryshme të cilët e rrezikojnë fuqishëm shëndetin e njeriut. Çdo gjë që është e dëmshme për njeriu, islamikisht është ndaluar. Edhe nëse gjërat janë halal, po nëse ato konsumohen tepër, më shumë se sa i duhen njeriut dhe mund të dëmtojnë shëndetin e njeriut, ato në këtë rast ati i vënë të ndaluara. Andaj duhet të kemi kujdes shumë në këtë drejtim. Në anën tjetër, Islami është kujdesur edhe për pastërtinë e trupit të njeriut. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don penduesit, Allahu i don fuqishëm edhe ata të cilët janë të pastërt në zemrat e tyre, të pastërt në shpirtet e tyre, të pastërt edhe në trupin dhe rrobat e tyre. Ne të gjithë e dimë se kusht për të falë namaz është pastërtia trupore dhe pastërtia e rrobave që i veshmi dhe vendit ku falemi. Andaj, çështja e pastërtisë nuk është çështje kulture që duhet ta ketë një njeri, por është çështje imani dhe besimi. Muhamedi alayhi salatu wassalam thot at-tahuru shatrul iman. Pastërtia është pjesë e pandar apo gjisa e imanit. Çka nuk kupton se duhet të kemi kujdes më të madh në ruajtjen e shëndetit ton fizik, në ruajtjen e pastërtisë, në ruajtjen e trupit dhe gjitha këto elementet të cilat kanë për qëllim ngritjen e njeriut. Nëse pjesa e jashtme e njeriut duhet të pastrohet, pjesa e brendshme duhet të pastrohet apo jo? Kam bindje se ky element është edhe shumë më i rëndësishëm. Ana morale tek njeriu, e cila lidhet ngushtë me zemrën e njeriut. A zemra është pikërisht motori i cili e vën lëvizje jetën e njeriut. Dhe njeriu mbas nga ajo që ka në zemër, ai faktikisht edhe lëviz në përditshmërinë e tina. Në zemër ke dashurinë, në zemër e ke urrëqen, në zemër e ke modestinë, në zemër e ke menjëmallsinë, në zemër e ke sifatsinë, në zemër e ke sinqeritetin. Pra, këto këtë elemente vendit e kanë në zemër. Duhet të largohen anët negative dhe veset negative nga njeriu dhe duhet të jepet hapësirë dhe mundësi që të depërtojnë anët pozitive tek njeriu. Pra, një zemër e cila e don Allahun, e don pejgamberin alayhis salam, e don Kur'anin, e don njeriu,
e don interesin e përgjithshëm njerëzor dhe shoqëror, dhe e don bamirësinë. Ky njeri, kur të tjerët i shef me sirin dashurisë, ndryshe sillet me ta, po kur i shef me sirin e mendjemasisë dhe urrëqes, ndryshe sillet me ta. Ky Islam, i cili ka bërë farz dashurinë, e ka bërë haram urrëqen dhe mendjemasinë. Çka nuk kupton se onët negative dhe antivlerët nuk duhet të kenë fare vend në zemrën e njeriut. Dhe njeriu duhet të bëjë përpjekje gjithmonë që ta pastron shpirtin, zemrën dhe emocionet e tij nga çdo gjë që është antivlerë dhe është dëmshme. Pikërisht, komplet ibadetet e ndryshme kanë për qëllim edukimin e njeriut. Agjërimet të cilin jemi duke e bën, namazet të cilat jemi duke e fal, krejt këto, Allahu kur flet një nga një për këto, të gjitha këto në fund kanë qëllim edukativ. Namazi ka për qëllim të largon njeriu nga punët e këqija të irrituara. Agjërimi ka për qëllim që njeriu ta bën të devotshëm. Zeqati ka për qëllim njeriu ta pastron nga kooperacia dhe nga mendjemasia dhe nënçmimet të tjerëve. Haxhi ka për qëllim që ai të ruan veten nga veprat e këqija. Pra, gjitha këto ibadete kanë për qëllim edukimin etik dhe moral të njeriu, që ata të përgatit në formën më të mirë. Kështu që Muhamedi a.s. thot: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa." Njerëz me besim më të kompletuar janë ata të cilat moralisht janë më të ngritur. Nëse moralisht janë të ngritur, ky njeri edhe në aspektin e imanit është tamam i kompletuar. Muhamedi a.s. thot: "El imanu bid'un wa sab'una shu'batan." Imani ndahet në 70 e ca pjesë. A'laha, pjesa më e lartë është la ilaha illa Allah. Imani, pra dëshmia se Zoti është një dhe Muhamedi është dërguari i Tij. Ednaha imatatul adha anit tariqi. Thot largimi një mbeturina nga rruga. Edhe kjo është pjesë e imanit. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Turpi është pjesë e pandar e imanit. Që do të thotë se të gjitha çështjet janë të lidhura me iman, me besim. Dhe krejt kjo ka për qëllim ngritjen e njeriu dhe formimin e tij në formën më të mirë. Andaj, gjitha këto kërkesa nga Kurani famëlar kanë për qëllim përgatitjen e njeriu të vishëm, i cili në terminologjinë islame quhet el-insan as-salih, njeri i vishëm, njeri i kompletuar, shpirtërisht i ngritur, intelektualisht i ngritur, fizikisht i fortë, moralisht i fuqishëm, dhe kjo është njeriu të cilin Zoti e don. Kështu kanë qenë sahabët, kështu kanë qenë tabiinët, kështu kanë qenë gjeneratat gjithmonë gjatë tan historisë islame të përgatitur, të cilët kanë mbartur flamurin e tauhidit, flamurin e imanin, flamurin e besimit, dhe gjithmonë kanë bërë përpjekje të zbatojnë programin hinor në jetën e tyre të përditshme. Andaj urojmë dhe lutim Allahun xhaleshanu që në këtë formë ta kuptojmë Islamin. Jo një Islam i cili kufizohet vetëm brenda nurit të xhamisë, ose kur vdes dikush me çutë vorrë, po një Islam i cili është sistem jete, një Islam i cili është program jete, një Islam i cili është një fenar ndriçues në këtë jetë të errët në cilën jemi duke jetuar, në cilën thjesht po dominon ana materialiste dhe ana laike në jetën e njerëzve, dhe njeriu vetëm shihet si një qenie ku duhet të përfitohet prej tij. Realisht Islami ka ngritur njeriu në formën më të mirë. Shpresojmë dhe urojmë dhe lutim Allahun xhaleshanu të jap fuqi ta kuptojmë Islamin tamam sikur që është në ndihmurimet kryesore në Kur'an dhe Sunet, dhe në këtë mënyrë ta krijmë këtë obligim në formën më të mirë. Zoti qoftë i kënaqur nga gjithë besimtarët në këtë botë dhe në botën e ahiretit. Ju përshëndes të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.